Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbar. Sot jemi ditë e njëjtë, do të shkon 6 mars për vitin 2025, do të kemi mundësi me programin e mëngjesit, si çdo mëngjes. Të shohim së pari titullat kryesor të gazetave për sot, për atë çfarë shkruhet në të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Lëvizja automjeteve me interes, sot besoj vetëm në një moment rreth orës 7:30 me Eldin nga Taksi Rrugës Albani dhe komunikimi së bashku për temën e ditës e jo vetëm. Si temë dite, do të kemi mundësi që sërish diskutojmë votën e diasporës. Di kemi folur për 231.000 regjistrime, por për hir të vërtetës momentalisht sa u futa në faqen e Komisionit Shëndror të Zgjedhjeve dhe ishin në momentin që u mbyll afati, ishin diku tek 20.000 kërkesa në shqyrtime sipër. Nga ato, ndoshta ka dhe tjera që mbeten për të shqyrtuar, por nga ato janë pranuar edhe të tjerë dhe numri atyre që do të votojnë, pra që janë regjistruar dhe kanë drejtën të votojnë nga diaspora më 11 maj, ka shkuar të paktën tek 239.000. Ne edhe dje kemi pyetur edhe sot po ashtu sa përcaktues do të jetë sipas jush vota e diasporës. Sot jemi ditë e në fakt rreth orës 8:30 është edhe ai bashkëbisedimi sy në sy kryeministit Rama që besoj do të kemi mundësi ta ndjekim, megjithëse do të na marr pak kohë nga programi. Nisëm së pari pasur në shtypit me gazetën Panorama, siç bëjmë çdo mëngjes, duke fokusuar pra në gjithçka pasqyrohet në faqen e parë dhe zhvillimi kryesor në gazetën Panorama ka të bëjë pra me atë çështje që ne do të vijmë ta trajtojmë si temë dite. Zgjedhjet parlamentare, mbi 232.000 emigrantë do të votojnë nga 107 vende të botës. Kjo shifër patjetër, pra, po të them, ja u bëra me dije, sapo hyra në faqen e KQ-s dhe ka shkuar në 239.000. Gazeta ka shkuar për botim në mbrëmje rreth orës 23 mbrëmjes kaluar apo diçka e tillë, kështu që ka pasur këtë numër. Pra, mbi 239.000 emigrantë do të votojnë nga 107 vende të botës. Regjistrimi i diasporës nga 294.000 kërkesa, rreth 233.000, ka shkuar 239.000, janë miratuar zyrtarisht, duke mundësuar pjesëmarrjen në votimin e procesit zgjedhor të 11 majit. Në mungesë të një dakordësie, rreth 42.000 aplikantë janë lënë jashtë procesit, ndërsa 16.000 të tjerë janë ende në shqyrtim. Kërkesat vijnë nga 107 vende po shtetet botës, edhe nga kontinentet më të largëta. Në masë dërmuese, ata që janë regjistruar deri më tani, i përkasin qarku të Tiranës me rreth 50.000 votues, të cilët janë pranuar nga KQZ-ja. Pas tyre vjen Fieri me 31.000 aplikime dhe Durrësi me 24.000 aplikime. Në faqen 4 mund gjeni edhe më shumë detaje, por kjo shifër e theksoj edhe njëherë është 239.000 deri më tani patjetër të dhënat zyrtare në faqen e KQZ. Ecim mëtej, qeveria ndryshon ligjin e pronave, zgjatet deri në 2028, afati për kompensimin dhe pagesat. Nga 2025 deri në vitin 2028, sa lekë do të jepen për ish pronarët. Opozita prezanton programin, Berisha premton zhdukjen e varfërisë. Rama deklaron 11 maj do të marrë me vete shumë llafe. Energjia tregtohet në bursën private të Lubi Ballukut. Akuza e kreut Partisë Demokratike ka bërë vjedhje të jashtëzakonshme. Në foto janë kryeministri Rama, ish kryeministri Berisha ose krye Partisë Socialiste e krye Partisë Demokratike në një farë mënyre më mirë të themi me që flitet edhe për zgjedhjet. Për fituesit, një vit pas marrëveshjes, Senati Italian miraton njohjen e pensioneve, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme që madje përpara 2-3 ditësh një telefonues na e përmendi. Pra, ka disa hapa, është një rrugë e gjatë, por edhe Senati Italian ka miratuar njohjen e pensioneve për shqiptarët që jetojnë e punojnë atje prej vitesh. Libri, profesorët Ruka e Spiro publikojnë në PISA teste për shkencën. Qendra e kulturës, krijimi i etnosit i lirë, procesi që në ngjizje, ai që shkruan është Ilir Cenollari. Lutja e mikut të tij më 1945-ën,
nga burgu tek rehabilitimi, letra e komunistit Zef Mala për Mehmetin dhe refuzimi që të votonte në diktaturë. Opinionet e ditës do të shohim së fundmi për gazetën Panorama, dy janë ato të pasqyruara në faqen e parë. Nga Michel Taran apo Michael Taran, keni mundësi të lexoni, le të guxojmë të shpresojmë. Pra le të guxojmë të shpresojmë. Dhe profesor doktor Elmas Leci shkruan: do zoti, nuk ikën Amerika për herë të dytë. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama, numri kësaj të ejnde për datën 6 mars të vitit 2025. I edhim një sy gazetës Tema në këto mende, por patjetër me gjithçka pasqyruar të faqen e parë. Siç e shohim edhe në ekran, në foto janë Vangjel Dule e Fatmir Mediu. Gjithsesi, shkrimi që shoqëron ose më saktë krye artikullin nga gazetën Tema është ky. Koalicioni pazakonti i Partisë Demokratike, morali i Shqipërisë madhështore, kur çamët dhe grekët puthen tek Berisha. Pra, koalicioni pazakonti i PD-s, morali i Shqipërisë madhështore, kur çamët dhe grekët puthen në thonjza tek Berisha. Evi Kokalari shpërthen ndaj Sali Berishës, guxon dhe jep 4 mandate LSI-s dhe bën Ilir Metën deputet edhe pse ndodhet në burg dhe demokratët e qepin gojën. Është një shëndrim i aktivistes shqiptaro-amerikane Evi Kokalari, e cila pra në rrjetet sociale është aktive dhe poston apo komenton zhvillimet të aktualitetit këtu në vendin tonë. Gjin Gjoni, nga veteriner bëhet doktori të drejtës civile pa arsim të lartë. A do të dorëzoj diplomën false në KQZ kur të kandidoj për deputet? Disa fakte për SPAK. Dëshmi e rrallë për ngjarjen tragjike të legjendës aviacionit Niko Hoxha, duke vrapuar kërkoja me sy trupin e kolonelit që gjeta mes flakëve ku digjej së bashku me avionin e tij. Në faqet 10-11 është kjo rubrikë që keni mundësi ta lexoni plot. Shifrat, punonësit shqiptar kanë pagat më të ulta për orë në Europë. Pra, punonësit shqiptar kanë pagat më të ulta për orë në Europë. Nëse llogarit ditën e punës, krahasuar pra edhe me sa orë punon, del edhe pagesa për një orë pune. Dhe shqiptarët kanë pagat më të ulta për orë në Europë. Antena brenda familjes muli shqetësuar nga acarimi i zonjës Kalaja. Çudia e vëllezërve Duka, njëri lufton tenderat e qeverisë, tjetri i fiton. Bëhet fjalë për Agron dhe Armand Dukën. Nga Merobaza mund të lexoni, e vetmja gjë madhështore do të jetë humbja. Okej, një opinion që ka të bëjë me çështjet e aktualitetit, referuar edhe koalicionit apo edhe emrit të koalicionit. Syt nga Gjermania është e që shkruan Envero Belli. Nga Stavomir Serakovski, Amerika iku, Europa duhet të zvendësoj atë. Ishin këto gjitha zhvillimet edhe për gazetën Tema dhe hedhim sy gazetës Dita në këto momente duke ndalur patjetër në gjitha zhvillimet që pasqyrohen në faqen e parë. E ardhmja e rendit botror, analizë gjeopolitik e ardhmja e rendit botror. Shohim edhe të tjera detaje që pasqyrohen në faqen e parë. Apo hym në një periudhë krejtësisht të re të rënjes amerikane, apo sulmet e Trump ndaj institucioneve dhe aleancave që përcaktuan shekullin amerikan janë thjesht një tjetër ndërprerje ciklike. Perspektiva e një Amerike tërësisht të paangazhuar dhe të fokusuar tek vetja ka implikime shqetësuese për rendin botror. Gjitha vendet do të preken sepse marrëdhëniet midis shteteve janë të ndërlidhura. Më tepër lexoni në faqen 6. Shpërthimi i Kokalarit do zgjohet SPAK, ku i gjen Fatmir Mediu gjithë ato lekë për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka kërkuar nga SPAK, por edhe institucionet amerikane, që të hetojnë veprimtarinë e Fatmir Mediut në lobim, si dhe origjinën e parave. Ka ardhur koha të shohim pak thellë. Koço Broka, a ishte e drejtë që Sejfullah Malëshova u eliminua si pengesë? Ka dhe një shpjegim, por për hir të vërtetës absolutisht asnjë gjë nuk lexohet, nuk po marr mendimin sepse realisht nuk lexohet. Pra, a ishte e drejtë që Sejfullah Malëshova u eliminua si pengesë? Ne themi në momentin kur është shtypur në shtyp shkronjë, është krejtësisht e padeshifrueshme. Pjesa shoqëruese e materialit.
pesha e budallalëkut e vetmja gjë madhështore do t'jetë humbja. Pra pesha e budallalëkut e vetmja gjë madhështore do t'jetë humbja. Mos pyesni çfarë ka madhështore ky koalicion. Është i vetmi që mund t'i sigurojë Berishës një humbje madhështore, por pa pasoja për të në kryet PD-s. Këta idiot nuk i prishin asnjë punë. Dritë jeshile, Senati italian miraton marrëveshjen për pensionet përfitojnë mbi 500.000 shqiptarë. Marrëveshja do të hyjë në fuqi menjëherë pasi të dekretohet nga presidenti italian Sergio Mattarella. Edhe shpjegimi i këtij materiali në gazetën Dita është i shkruar shumë i vogël, por të paktën është i qartë, ndryshe nga shpjegimi i materialit paraardhës që ishte pamundur të lexoj. Në brendësi renditja rajoni kemi pagat më të ulta në Europë. Velia nga qelia, Zeni, babai i tij, krimet e tyre dhe unë. Kalojmë tek opinion, Artan Duka, jetimi spak, në gjak me politikën dhe krisja e akullit. Liria nuk duhet i kufizohet askujt sa kohë nuk ka rrezik sigurie jete e prone për të tretë. Në brendësi, ironia Luca, kujtim, atë kujtohet kur shisnim te Sahati dhe rubrika e shëndetit. Çfarë të ndryshojmë pas moshës 40 vjeç? Ata që janë rreth kësaj moshe, prapër kësaj moshe, apo që e ka ngaluar, ndoshta mund të lexojnë këtë material, pra çfarë duhet ndryshojmë pas moshës 40 vjeç. Ndërkohë, këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita, ecim mëtej e vjen pasojë shtypit me gazetën Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës dhe s'pari në patjetër do të shohim krye artikullin pra zhvillimin kryesor në numrin e kësaj të njëjtëje dhe për datën 6 mars. E kemi në ekran. 100 milion euro para dhënie për 3 koncensione dhe 12 oligark. Rilindja hapthesin para zgjedhjeve, 100 milion euro pagesa për PPP, pra partneritet publik-privat, dhe projekte pa nisur punimet. 73 milion euro do dalin nga buxheti i shtetit brenda datës 7 mars 2025. Do të jepen paradhënie 12 kompanive private të rrugëve, shkollave, spitaleve, ujësjellsave, IT-ve e të tjerë. Mbi 11 milion euro paradhënie do të jepet PPP-s check-up, 8 milion euro do të jepen paradhënie koncesionit të laboratorëve mjekësor dhe të hemodializës, 9 milion euro për rrugën e Arbrit, oligarkët si bankomatët e zgjedhjeve. Më shumë se kaq ka në faqen 7 ky zhvillim ku lexoni plot patjetër. Zgjedhjet e 11 majit, KRIK, KRIIK, këto zgjedhje janë një test për demokracinë dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Partitë politike të zgjedhin individ me integritet, pra të vendosin kandidat individ me integritet. Kryeministri Rama inspektoi punimet në Fakultetin e Gjeologjisë, investimi më i rëndësishëm i arsimit të lartë dhe zhvillimit akademik. Kreu i Partisë Demokratike Berisha, do nxjerrim vendin nga skamja dhe rrisim pensionet. Made in Albania do të jetë motoja e krenarisë shqiptare, pra ato të bëra apo të prodhuara në Shqipëri. Mirë, ecim në këto momente me votën e emigrantëve. Ka një pasazh të veçantë, votimi i emigrantëve. Kreu i KQZ-s Ilian Celibashi nën hetim për votimin elektronik të vitit 2021 nis çokat zgjedhore edhe për 2025, ku do të avulloj 250 milion lek për blerje kutije votimi. KPP nis hetimin pas denoncimit, ndërkohë që për 2 tendrat të tjerë janë në SPAK. Fleta e votimit do të shkojë në 107 shtete të botës, ja vendet që kryesojnë dhe zgjedhësit sipas qarqeve. Çanonora, jashtë u dënua muzikanti që la Amerikën për Gjirokastrën, ekskluzive për Telegraf me Stefan Xhori. Intervista me Stefan Xhorin nga SBA dhe historia e rallë të atit, Polo Xhori, që la Amerikën dhe erdhi të mësonte violinën nxënësve në Gjirokastër. Si e arrestuan muzikantin e famshëm të jugut Polo Xhorin te hyrja e portës së aeroportit në Tiranë. Ditën që u kthye nga SBA-t, gjykimi plot mistere dhe si e dënuan për agitacion e propagandë me 8 vite burg.
Jeta e tij mes banorëve të lagjes Varosh, ngjitur me shtëpinë e Lefter Dilës, arrestimi i inxhinierës ruse Elena Çami në prezencë të djalit dhe frymëzimi i shkrimtarit të njohur Odyse Kote për të bërë romanin Amerikani, i cili është vlerësuar më i miri për vitin 2022. Speciale Rushan Dosti, Hysen Guri, misionar që ka festuar 45 7 marse. Pra Rushan Dosti, shkruan Hysen Guri, misionar që ka festuar 45 7 marse, për 45 herë le të themi ditën e mësuesit. Maksim Rushi, mbresa për mësuesit e teknikumit pyjor Shkodër. Agron Mema, Ilirian Haxhi, sjell sot delvinën historike në Fokus të ri. Mjeku në familje, si të kuroni spondiliatrozën me masazh dhe bimët që përdoren, 3 shenjat paralajmëruese të infarktit, 6 simptomat e diabetit dhe 7 rregullat për të sëmurët me variçe. Vjojmë me rubrikën Mozaik dhe aktualitet. Neptun Cup 2025, Testela rekordmenët start pozitiv për sezonin. Flasin trajnerët Fetisha, Cane, Shirokaj e Bregu. Inxhinier Niko Naska, hidrogeni si një burim energjie për ekonominë. Adrian Puka, plani Çarçanit, arkitekti i Boeri dhe plani i Tiranës 2023. Opinionet e ditës nga Xhelal Mziu mund të lexoni. Amerika është rikthyer modeli i PD-s për Shqipërinë. Nga Jovan Bizhyti, peshkopët që kanë drejtuar kishën tonë ortodokse. Me opinionet e ditës, por edhe duke parë gjithçka ishte pasur në faqen e parë, lëm pas gazetën Telegraf. Dhe kalojmë së fundmi, marrim zhvillime sportive me Panorama Sport. Patjetër me interes në ndeshjet kampionatit shqiptar që kanë treguar shumë në fakt edhe me loja po me rezultate dhe Champions League. Vllazni perfekte, Partizani zhytet në koma. Shkodranët shkëlqejnë mundin demat fal golave të Ildi Grudës dhe të Bajramit. Në foto janë futbollistë e Vllaznisë duke festuar njërin prej golave. Në Shkodër dhe në Rogozhin, ndeshje pa histori. Dominojnë ekipet vendase, pra Vllaznia dhe Ignatja. Kryeqytetësit tani ndërlikojnë vendin për Final Four. Skuadra e Abilaliajt shijon humbje në 4 të radhazi në kampionat, pra Partizani 4 humbje radhazi në kampionat dhe me të vërtet rrezikon zonën e Final Four. Nëse Elbasani fiton sot për shembull, Elbasani është vetëm 3 pikë larg Partizanit për atë vendin e 4-të. Ignatja konsolidon Kreon, Edlir Tetova i jep leksion Ilir Dajës. Blut fiken para kampionëve të Shqipërisë duke konfirmuar brishtësinë. Java 28 në kategorinë superiore, dje Ignatja Dinamo 2-0, Vllaznia Partizani 2-0. Rezultate, fotokopje kanë dominuar ekipet vendase Ignatja dhe Vllaznia, edhe këto ishin prova generale për Final Four. Por gjithsesi Partizani apo Dinamo duhet ende që ta sigurojnë të paktën në vendin e 4-të. Sot luhen Byllis Teuta në 13:30 dhe në 16:30 Elbasani Skënderbeu e Tirana Laçi. Elbasani luan për Final Four, ndërsa ekipet e tjera për të mos rënë një kategori më poshtë. Tirana Laçi, Bledi Shkëmbi, trajneri deklaron, rrezikojmë kategorinë, tani është koha e veprave. Talenti, Irlanda A fton Rokon, ftesë edhe nga FSHF-ja. Kategori e parë, Kreu nuk pyet për transferta, bindin Besa dhe Pogradeci. Shqipëri-Kosovë, buxheti për sportin, diferencat e jashtëzakonshme. Një rubrike re, parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e 6 marsit, ata që luajnë bastë, megjithëse momentalisht le të themi zyrtarisht janë të ndaluara, qoftë online, siç mund të luhet, qoftë edhe kështu fizikisht. Champions League, kompeticioni europian më i rëndësishëm për klube, mbrëmjen e djeshme, Feyenoord Inter 0-2. Bayern i Muniut i ka treguar dhëmbët Leverkusenit, e ka mundur 3-0 në ndeshjen e parë në derbin gjerman. Benfica Barcelona 0-1 dhe Paris Saint-Germain Liverpool 0-1. Nëse mbrëmjen e Smartës ishin shënuar ose më saktë shënuan 17 gola, mbrëm vetëm 7 gola, por këto ishin ndeshjet e para të fazës së 1/8-ave. Ato të kthimit do të luhen me njerë mes javën që vjen të martën dhe të mërkurën. Zikaltrit Tulan nderon Interin, pra Feyenoord Inter 0-2 dhe golet e shënuar nga Turan dhe Lautaro.
Kristian Aslani deklaron dua Championsin. Aslani ka luajtur titular, një ndeshje të mirë, të pranueshme, dhe ka luajtur deri tek diçka pas minutës 70, pra më shumë se 70 minuta lojë. Befasia Liverpooli kap mat PSG-n me një goditje. Paris Saint-Germain Liverpool 0-1. PSG-ja dominoi, Liverpooli shnoi golin. Ndeshjet Bayern i triumfon në derbi, Barça fiton edhe me 10 vetë. Gjithsesi, gjitha golat, gjithçka, çdo detaj tjetër të mundshëm, keni mundësi që se edhe kon Champions League-ës, e jo vetëm edhe kampionatit shqiptar, këtu në Report Televizion si çdo ditë nga hëna në premtet njiheni së bashku rreth orës 12:30. Ndërkohë, ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme, numri kësaj të enjteje për datën 6 mars të vitit 2025.